Bekun, përderisa jeni në vendin më të mirë, në qytetin e dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju kemi thënë dhe herë tjera që u bë qyteti dashur kur kufarët apo ato mosbesimtarët e Mekës e përzun Brenej. Dhe Allahu i hapi një dritë jeshile bashkë me Medinën e Bekunme. Dhe këtu në Medinë, për të ardhur ka bërë një rrugë të gjatë nga Meka dhe në Medinë. Dhe kjo rrugë e gjatë u bën shkak që me ta rreth Medinë të ndërtohet xhamia e parë, apo si quhet ndryshe Mesxhidi Kuba. Inshallah ne do shkojmë ta shohim, ta vizitojmë, ne kemi vizituar herë tjera, por ta dini se umra në përgjithësi është udhtim shpërblimesh, udhtim falje gjinofesh, udhtim kërkesë falje dhe mëshire Zotit edhe për njerëzit e tjerë që s'kan mundësi që t'jenë këtu. Pra i gjithë qyteti, të gjitha adhurimet të janë shpërblime të jashtëzakonshme. Por kur jemi tek Mesxhidi Kubaja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sapo mbreti në Medinë, edhe njerëzit e pritin me një dashuri të jashtëzakonshme. I kanë këndu, e kanë lavdru, dhe një nga qëllimet e njerëzit ishte kush ta mori i pari në shtëpi. Në të gjithë munduan, nërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lat lirat dhe realiti dhe ku të ndaloj afa, atje do të jetë bojtina për atë natë. Dhe pikërisht në atë vend që ndaloj dhe veja është edhe xhamia Kuba. Edhe është ndërtuar sikur themi atëherë, keni parasysh me ato halla, me ato telashe, një njeri domethënë i përzon nga shtëpia e tij, as pasuri, as i xhamë vetë, me përjashtim dy teve vetë, edhe ato njënë një dha e Abu Bekri, Allahu mëshiroft ai që e shoqëroi. Por ajo që shohim apo që duhet përfitojmë, ka do të lëvizin në përpot, herën e parë njeriu do të shohë vendin ku adhurohet Zoti. Ka do të lëvizin në përpot, leni gjithçka përmbrapa, vetëm mos leni imanin, besimin, atë do ta merrni me vete, sikur e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngeli kjo xhami dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ata që e vizitojnë këtë xhami, falin 2 rekat namaz, apo dalin nga shtëpitë e tyre, marrin abdes, vënë në korrektësi, se një nga shkaqet që ne do hyjmë në xhenet është korrektësia. Dhe një nga borrat e parë në vendin e parë